Ja, vi också. Jag ska ta plats. Bravo, hej! Ni prick! Skål! Cila ndeshje ka rëndësinë e vetë, edhe ju kemi qasë që nga fillimi në këto gara, kështu që deri më tani kemi arritur 4 fitore, mirë po asgjë s'kemi përfunduar dhe jemi shumë të vetëdijshëm që sfida kryesore do të jetë të premten, edhe këto 3 ditë që jemi në përgatitje. Mendoj që grupi është i plot, lojtarët kryesore janë në formën e mirë, gjithçka po shkon sipas planit, dhe po besoj që edhe ditën e premtme kem këtë performim edhe këtë seriozitet si që kemi në stërvitje. Filluar me grumbullimin, e kena pas 2 treninga deri tash, tash jemi edhe 2 ditë para lindeshjes. Për momentin treningat janë të shku mirë, atmosfera në ekip është shumë e mirë. Besoj se secila ka mu përgatit maksimalisht për me hi në lojë me një performancë të mirë edhe me dalë me një rezultat pozitiv. Na vjen edhe një përkraje e mirë në stadion, kështu që baj thirrje për çdo person që është në Prishtinë, që është në Kosovë edhe me orë më na mbështet edhe më na përkra për lojën për me pas motivim edhe një energji të mirë në lojë. Atmosfera është shumë pozitiv, jena me fokusin më të madhin për lojën premten edhe shpresojmë që do të shkojmë fitore.